Këtë javë është kryer edhe një transferim i rëndësishëm financiar që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e sistemit pensioneve dhe me çka jemi zotuar për gjyshet dhe gjyshrit e kësaj republike. Sikundër e kishim paremëruar, fondet e kursyera buxhetore të vitit 2025 do të depozitoheshin në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë, gjë që sapo është bërë në një shumë prej 167 milion euro. Transferimi i këtyre 167 milion euro në këtë fond e rrit kapacitetin e sistemit për të përballuar qoftë ato që janë zotime të marra gërm për gërm dhe shifër për shifër, muaj për muaj e vit për vit ndaj pensionistëve, por edhe detyrimet afatgjata, duke garantuar kështu rritjen e premtuar të pagave mujore për pensionistët si dhe qëndrueshmërinë e sistemit.